Jetët e vjedhura gjatë diktaturës janë të pakompensueshme. Ky është mesazhi kryesor që shkrimtari Fatos Kongoli dëshiron të përcjell me romanin e tij më të ri, Gjemia e mbytur. Pasojat e atyre personazheve që u avodhën jetën dhe jetët e vjedhura janë të pakompensueshme dhe të parikthishme. Ideja tjetër është që ata që kanë bërë krime nuk kanë pendes. Ky libër duket si vazhda autobiografisë së tij, Iluzionet e humbura. Thotë se kishte shumë kohë që ky subjekt i flinte brenda vetes. Unë mendoj, kam shkruar shumë romane duke menduar se e kam ezauru, por nuk ezaurohet për brezin tim. Ka gjithmonë gjëra. Vazhdimisht ka gjëra që pluskojnë edhe të ngacmojnë. Mund të them që unë kam shkruar shpejt të roman. Pa pastaj ai ka qenë gjithkohon brenda meje, ka qenë gjithmonë brenda meje. Mund të them qysh kur kam shkruar librin Iluzionin sirtar. Edhe pse në qendër të librit është një ish hetues dhe një ish operativ, romani thotë se nuk ka asnjë lidhje me dosjet. Ngjashmëria me personazhe, me persona dhe ngjarje reale është krejtë rastet, dhe në fakt çdo lexues, veçanërisht ato një pjesë lexuesi i afërsisht në moshën time dhe më vonshme, nuk kam parasysh këtu brezin që ka lind mas viteve 90, ato s'din gjë, do jenë shumë gjëra të epokës, të kohës. Krye personazhi është 42 vjeç, i zhdukur prej kohësh, rishfaqet në të tashmen, mbrëmjen e Krishtlindjeve të 2014-s. Të gjithë përpiqen t'i rikthejnë jetën e tij të dikurshme, gjithashtu dhe dashurinë, por përpjekja është e kotë. Ky roman përfshin një periudhë kohore 42 vjeçare, si më thënë. Se aq është edhe personazhi kryesor është 42 vjeç. Domethënë i bie që nga viti 1972 e këtej. Ka një dënsim ngjarjesh për këtë periudhë kohore. E deri në 2014, kur ai rikthehet në Shqipëri. Pas daljes së këtij libri, thotë se ndihet bosh dhe i duhet edhe pak kohë për t'u rikarikuar për një libër tjetër, të cilin do vazhdoj ta shkruaj po me dorë dhe më pas në kompjuter për ta vënë mes dy kopertinash dhe për t'ia dhënë lexuesit. As këtë s'mund të them që ka diçka, herë për herë jam në atë fazën që quhet bashllëk.